procesit. Po ata kontaktin me Ashimin e kanë minimal. Atje çdo bisedë për gjohët. Le ta qesin një fakt vetëm që Ashim Sora që prej Hagos ka ndërhyjnë këtu në prova ndeshmitar, atëherë është këtë kajde tjetër. Po këtu s'ka asnjë send. Kjo është pojimi i gjykatës. Edhe problemi që këtu kërkues për vërtetësi. Ju fali prokurorisë. Prokuroria po hon kështu, gjykata s'po ja li vërtetësi. Po e merr të mirëqen që po edhe këtu edhe kjo është akuzë e vlefshme, që ka e vlefshme. Ami prova që po ne me ky njeri ka ndërhyrë në Kosovë prej burgut Hagos. E që kjo kur po thon, gjykata e prokuroria u mor nish. Kjo është njerëz në futboll me një ekip që lu futboll me tjetrin, gjyqtari mu kon pjesën e ekipit. Po kjo skandal more. E na nuk reagojmë prapë. Ne këtu do të nis me protesta minimumi. Që kemi pas një po shumë pak, ajo veç një do të me vluë çdo shesh i Kosovës për njerëzve. Sa mund të më ndiku kjo protestë? Paktën ta diskreditojmë moralisht të gjykata. Po, në fund nëse ja japin nderimin, uroj që jo prapë, thonë, ata kanë me nominalisht shkruar në emër të popullit, në emër të Kosovës. Por protestat tona, karshia të dënimi, anë në kënd vendit, anë në kënd Kosovës, dëshmoj që ai formalitet nuk është gjë në terren. Ne me dëshmu këtu që jemi kundër këtij dënimi. Kjo të paktën moralisht i nxjerr pastër, nëse jo juridikisht. Nëse jemi ka e bëjmë. Jemi të fletë në gjumë këtë pikë. Edhe kjo është kritik për kretë, të jarisa e prej vetës. A keni qartë? Prandaj ky pasiviteti jonë këtu, edhe ky sensibilizim me ta, vetëm në heshtje përmes Facebookit, është pak. Shqiptarët e Kosovës është mirë me dalë apo sheshe çdo kund në qendra të mëdha spaku, qoftë edhe qendra tjera më të vogla, me dëshmu e me manifestu që kjo gjykat, pa qka se nominalisht mund me ne dënu krejt në mund popullit, kjo s'është e popullit. Shqiptarët një zërje kundër kësaj gjykate. Moralisht t'i nxjerrim pastër. Ajo një histori ka pesh. Ta ruajmë aurën e këtyre ndjemve. A jemi të flajt ka shi gjykate speciale, zoti Qeriqi? Po është e vërtet se do thotë ne